ti Kristian, sot ose më saktë në botën demokratike e bëjmë partitë politike. Kështu ata të rinj dhe të gjithë të rinj që merren politikë, pavarësisht se ku hynë dhe ku rreshtohen, janë të respektuar dhe duhet të jenë të respektuar sepse bëjnë diçka që ti nuk e bën. Janë më shumë se sa njerëz të mirë apo njerëz që shohin punën e tyre, po futen dhe në një mision qytetarie. Kuptove, Kristian? Kështu që atyre të rinjve që merren me partinë time, ti ju merr të keq. Mirë. Me taksat më shtrenjtë se bëhe, me ushqimet më shtrenjtë se bëhe, të pa kontrolluara më keq, me spitalet të privatizuara po nuk pate leks të pres kush me dorë, si do futesh në BE. Me gjithë të meta, BE-ja ka ligje, që ju duhet dorëzoni pasurit që ja keni vjen. Unë ti Rushdi Murgu, s'pari njerë, unë nuk kam asnjë lidhje, ke gantruar komplet adresën, po unë nuk të vë faj se je i Knetës ti komplet, derisa flet komplet si Kneta, je totalisht i marrë peng nga Kneta, nuk kam lidhje unë fare me këto vjedhje që flet ti. Po kjo është një temë tjetër që po e mbyll me një herë duke thënë e ti duhet ta provosh. Si jam mundur të të provoj ty gjë, hiç, as ty dhe as kujt tjetër. Për sa i përket këtyre që si do futemi në BE, po shko pra pyet BE-n. Pse thonë ata që ne jemi pranë futjes në BE, në 2027 ne mund të hyjmë BE? Pse thonë ata që ne kemi bërë shumë përparim, se çfarë na kanë kushuri? Ju kemi dalë kushuri nga Dibra ose nga Vlora. Pse thonë ata? Pse thonë? Dhe sa për taksat më shtrenjtë se BE, ti nuk e paske fare idenë se çfarë taksash ka BE-ja, ndërkohë që në Shqipëri 93% e të punësuarve paguajnë më pak se 10% taks. Kurse nga paga e tyre, kurse në BE mund shkosh dhe në 50%. Pra ti merr pagën dhe 50% ta merr shteti. Biznesi i vogël në Shqipëri s'ka taks fare, di ti. Nuk ka taks. Hiç, zero. S'ka as TVSH. Hiç, zero. S'ka në rajon, se në BE nuk bëhet fjalë. Biznes vogël pa taksa. Kuptove? Kështu që ushqimet më shtrenjtë se në BE, po mirë, pse të gjithë ata që vinë nga BE-ja këtu thonë që këtu është më lirë? Se kanë dëgjuar që ca që thonë, po jo, është më lirë se ata, ore, kur thua më shtrenjtë, do të thonë më shtrenjtë. Apo jo? Jo, s'është e vërtet. Nuk është fare e vërtet. Duhet ndërtu një fabrike dronëve të vegjël, nuk besoj se do kushtoj shumë dhe na jap mundësi të prodhojmë dronë vetvrasës për ushtrinë tonë, jo vetvrasës për ushtrinë tonë. Vetvrasës që hidhen në erë edhe godasin tjerë, dronët kamikaze ke fjalë. Ne po punojmë dhe po ndërtojmë partneritete për të hedhur bazat e industrie të re ushtarake, sepse kjo është koha e sotme, dhe brenda mandatit 4 ne do të kemi bazë prodhuese në Shqipëri. Kemi filluar punën dhe do të kemi një bazë prodhuese në Shqipëri për automjete ushtarake, për armatime, për dronë, do ta kemi bazën prodhuese në Shqipëri. Po këtej nga Vlora, thot Gjergj Arjanit Komneni, emër, tamam, si vlonjate ka zgjedhur. I ke vaj me atë listë deputetësh që zgjodhur. Unë jam me breza, po si mund të votoj unë për atë listë që ke bërë në Vlorë, po ti e di që ke edhe në Vlorë një buf kënete kryetar partie. Më vjen shumë keq që përdor një kategori që i përket kënetës për dikë që është në krye të Partisë Socialiste të Vlorës, që është një djalë shumë i mirë, për cilin kam shumë respekt. E para, e dyta, si mund të votosh ti për atë listë, po pse mos votosh ti për atë listë? Ajo është një listë gjithëpërfshirëse.
Ajo është një listë e cila është pasqyra e ambicjes sonë për të shkuar në Bashkimin Evropian të gjithë së bashku. Për te të majtës dhe të djathës. Aty ti, si i majtë në breza, i ke të majtët nëse si je, atëre pyet brezat, cilët janë të majtët në breza që ke në listë. Ke dhe ata që vinë nga e djathta, pa tjetër, se dhe ata janë vlonjate, edhe ju takon pa tjetër një hapësirë në shtëpinë tonë, kur ata trokasin dhe duan të bashkohen me ne. Kjo është Partia Socialiste, nuk është qëllim në vetë, nuk është muzeum Partia Socialiste, nuk është as skuadër futbolli. Edhe në skuadër e futbollit ka përforcime që vinë nga skuadrat e tjera. Por nuk është një botë e ndarë. Partia Socialiste është një mjet në dispozicion të çdo shqiptari dhe shqiptare që do ta përdori për të dhënë një kontribut për Shqipërinë, për të dhënë një kontribut për qytetin, për të dhënë një kontribut për kategorinë e vet shoqërore, për të dhënë një kontribut për gjininë e vet, në rastin e grave dhe kështu me radhë. Kështu që Gjergj Arjanit Komneni, ti do të votosh Partinë Socialiste edhe për një arsye tjetër, për te listës. Për te listës fare. Ti shkruan Partia Socialiste e dira, vëre kryqin aty, tak. Si minimumin patriotik që duhet bësh në 11 maj për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Sjellësi në qytetin e Vlorës është në punë e sipër bashkë me kanalizimet dhe për këtë arsye është edhe ajo situatë në rrugë se më shkruani vazhdimisht, jo pluri, jo asfalti, po tani si do bëhet gjitha investim madhor atje. Si do bëhet pa hapur rrugët fare, si mendoni ju? Apo është puna e durimit që s'ka durim në Vlorë? Mendoj se prekomentuesve janë në borderon e PS-s dhe kërkoj që të komentojnë që të bajnë vendin e punës. Vetëm diaspora që nuk di pse u largua nga vendi mund të votojë për kënetat dhe pellgjet në ujë, kanë të ndënjur që keni krijuar ju të gjithë partitë. Mbajnë mirë ata që janë aty, se me 15% të votave bësh kryeminist në Shqipëri. Jo, Morxhan, jo. Pas ke aritmetikën e Lulit, po dhe Luli hiku nga këneta. E përzon Luli, në fakt, po çën si ka. Mos rrinë kënet, dakord? E para njëherë, PS-ja nuk ka bordero, që ta dish, nuk ka bordero PS-ja, përveç se për një grup shumë të vogël njerëzish që punojnë tek Selia. E dyta, diasporën do ta shikojmë në 11 maj. Dakord? Do ta shohësh diasporën në 11 maj. Është regjistruar një pjesë jo e vogël, do t'i shohësh. Do t'i numërojnë dhe votat e tyre, pa asnjë merak. E treta, në Shqipëri nuk bëhesh me 15% votave kryeministër ti e ndrit. Në Shqipëri ka 2.4 milion banor, rezident këtu, që janë 2.4. Pavarësisht se çat ka thënë kënet aty që kanë ikur 1 milion e kanë ikur 2 milion, këtu janë 2.4. Okej? Dhe këtu, nga ata që janë rezident dhe që atë ditë mund të votojnë këtu në Shqipëri, votojnë më shumë se 80%. Sepse kur thuhet 53, 50, 52, 54, morën pjesë në votim, është lista e përgjithshme. Dhe në listën e përgjithshme janë dhe ata që janë jashtë. Po ata që janë jashtë s'mund votojnë këtu. Dakor?